Kjo historia është për të qarë dhe për të vënë duart në kokë. Gjesi, çfarë historia është? Është e nevojshme ta përsërisë që meshkujt janë derra apo jo? Është e blertë sa. Gjesi, edhe një herë Gjesi, harrove gishtin. A është e nevojshme ta përsërisë që meshkujt janë derra apo jo? Jo. Po kjo historia që do të dëgjojmë tani, që siç thash nuk është dash për qeshur, është e tmerrshme. Atë ta marrim pak regjia të vajzën në telefon. Do t'i vendosim një si ta quajmë, Një pseudonim. Një pseudonim, do të vendosim pseudonim. Do i quajmë Sara, sepse ajo nuk do ta thotë emrin e vërtet. Dhe mirë bën. Dhe mirë bën, sepse ai derri tani Por ne, unë them ta gjejmë këtë derrin dhe t'i shkojmë bashkarisht ta shpartallojmë. Sa derra na vjen kështu në program. Alo? Hi goca. Hi. Si jeni? Ne vendosëm të quajmë Sara sot. Më pëlqen. Ti nuk doje të thoje emrin tënd të vërtet. Shumë mirë. Po si e? Mirë, si jeni ju? Mirë, ne lexuam atë letrën që ti na kishe dërguar në Instagram, edhe duam të themi që të përqafojmë shumë nga larg, se ndoshta nga afër nuk mundemi dot, edhe pse jo ndoshta. Dërgojmë një përqafim shumë të ngrohtë virtual nga këtu ku jemi. Shumë të mira. Edhe pse kjo historia, domethënë ti ndoshta tani e ke marr pak veten se nuk është e freskët fare, po prapë është një histori e tmerrshme që ta ndaj me goca të tjera që të rrisim sensibilizimin, Sara. Ta dëgjojmë. Po. Do ishte shumë mirë. Ha. Tani, atë djalin që unë kam pasur një lidhje, njëja prej disa muajsh. Tani ne nisëm duke folur, në fillim fare ai tregua shumë i sinqert, me thënë drejtën. Dhe ma tha shumë hapur që ishte i martuar me dikën në Belgjik për letra. Okej. Ti njohe këtu atë, njohe në Shqipëri? Po, flisnim thjesht në Instagram, ishte thjesht kaq, nuk ishim takuar. Okej. Dhe mendova që është shumë i sinqert, për ta akoma tregoj vetë, s'do kishte asnjë lloj problemi. Edhe pse shumë budallaqe, po, Tani ai erdhi në Shqipëri. Edhe qëndroj këtu për 3 muaj. Pa? Filluam të dilni, mu lidhëm shumë njëri tjetrin në fakt, edhe në 3 muaj thuaj se kemi dalë çdo ditë. Nuk kisha asnjë lloj dyshimi për këtë marrëdhënie që ai kishte në Belgjik, sepse në asnjë moment ajo goca që ky ishte i martuar për letra nuk e ka marrë kurrë në telefon. As kur flinim, fare, as kur flinim bashk, domethënë ai linte telefonin kudo dhe nuk kishte asnjë mesazh dyshues. Seriozisht? Domethënë edhe në darkë, ju për shembull 7 ditë ka java, e them, nga sa 7 ditë të javës ti rije flinit bashkë me këtë çunin? Ndoshta 3-4 herë në javë. 4 herë në javë, edhe nuk i binte telefonin në asnjë moment. Moj fare, as mesazh asgjë dyshim, fare zero, sikur nuk ekzistonte një marrëdhënie tjetër. Dhe shumë bukur, lidhja për 3 muaj kur ai ishte këtu ishte perfekte. Po, kulturaj. Në fillim, kur ky shkoi në Belgjik, kur u kthye prapë atje, sillej normal, pra më hapte gjithmonë telefonin, FaceTime-in, shkruante. Domethënë, ky pasi erdhi në Shqipëri dhe ndej 3 muaj, the apo jo? Tha 3 muaj? Po 3 muaj? Iku në Belgjik kur i kthye në Belgjik. Po, sa jetonte atje. Po. Okej. Tani shumë bukur. Deri në moment që filluam kishim një zëng. Okej. Pas asaj zënga, ai nuk e di ç'fati, u bë shumë i largët, shumë i ftohtë, më shkruante një herë në disa orë, në telefon pothuajse s'merrte fare. Zëng me paramendim. Po, një sekond, pse për shembull kur nuk ju kishte rastisur të kishit ndonjë zëng kur ishit këtu nga afër se 3 muaj, edhe në fillim të njohjes ti e ke ndonjë cicë të vogël. 3 muaj është mjalti, është mjalti në fillim, një takohesh çdo ditë çdo natë, po. Po, edhe mjalti, po edhe ishim çdo ditë në kontakt me njëri tjetrin, pra ishte këtu, ne 4 herë në javë flinim bashkë dhe ishte çdo gjë shumë e lidhur me njëri tjetrin. Po. Edhe pastaj kur shkoja ditë, po kjo zëng kam fal që të pyes, nëse nuk e do ta tregosh, po thjesht unë dua të kuptoj rëndësinë e kësaj zëngës. Për çfarë ishte? Ishte një zëng? Jo, nuk ishte diçka shumë e madhe për ta bërë kaq dramatike sa të fillonte ftoja apo ku di unë se çfarë. Dhe prandaj mendoj që ishte me paramendim çdo gjë. Shumë bukur, një natë pas një ankth super çuditshëm që unë kisha, siç e keni parasysh intuitën e vajzave që kemi. Sigurisht, do të gjithmonë.
Po, në Instagramin e këtij dhe filloi kërkoj siç ne bëjmë të gjitha. Po. Dhe kërkoj me mbiemrin e këtij. Mbiemrin. Tani, po, kërkoj mbiemrin e këtij në Instagram. Te lista e këtij followers, a vetëm del një vajzë. Profil privat. Kjo vajza me foto profili ku kishte me dashurin tim. Ua. E kishte vendosur foto profili. Do me thëmë, po, tani, kur delin mbiemri, dalin të kushërirat, fisi, që janë... Mund të kishte nuk ishte foto profili me kushërirë. Po pra është jo normale. Po jo më? Më falë se po mundoj të bëjmë avokatën e djallit në njërë kot, po nuk vendoset foto profili kushërira. I ka pas screenshot dhe ja dërgova. Pastaj ma shpjegoj përsëri që është ajo gruaja për letra, në thonjza gjithmonë, që s'kishte ndryshuar asgjë, domethënë nuk kishte asnjë kontakt me atë, po thjesht ajo e kishte vendosur foton që të ishte pak më besueshme për zyrat atje në Belgjikë. Çfarë normal se polici do hyj dhe do shohë çka ka foto profili ajo. Un kam një pyetje, më fal se nuk do ta ndërpres. Gjithë shunat edhe të Londrës, edhe të Belgjikës, edhe të Francës, edhe të Spanjës, i ndjekër ka policia? Edhe në Instagramin e gruas. Të rrim, domethënë është e vërtet që ata të kontrollojnë fotot, gjërat që të kesh. Por nuk është nevojë ta mbash foto profili, kupton? Jo, e di çfarë më bën përshtypje mua, pse ajo ka në username mbiemrin e atij. Po, pse vazhdon ta kishte? Jo, do të thënë letrat nuk e di si bëhen, e kupton, po pra tani kur ti bën martesë për letra, mund nëse ti ke dëshirë, mund t'ja marrësh mbiemrin partnerit, por nëse unë dikush po më paguan mua për t'i bërë dokumenta, pse duhet të marr mbiemrin shqiptar? Mbiemrin e atij, po pra, del llogaria. E çfarë tha ty ai? Për më tepër foto profili, tani ne kemi dëgjuar edhe raste tjera që janë të martuar për letra, por foto profili se ka njëri në Instagram. Mbiemri është sabur i parë. Si ta justifikojmë qafsh? Thjesht kështu është për letra dhe unë nga që e doja shumë, sinqerisht e doja shumë, edhe e besova përsëri. Po shumë e lidhur se 3 muaj këtu, po thuaj se çdo ditë bashkë edhe ishte shumë e vështirë në fakt të mos e besoj. Plus që një gjë shumë e madhe që unë nuk dëshoja ishte fakti që ajo si kishte marrë kurrë në telefon këtu. Më kupton? Vërtet është kjo, po. Qëndron kjo. Ka drejt për këtë. Tani nëse ata kanë qenë me vërtet diçka bashkë, të 3 burri ose i dashur 3 muaj në Shqipëri, mos ta marrësh herë në telefon, çopa. Çfarë ke? Po. Unë së kuptoj këtë gjën. Mund të ketë varet se këta për shembull mund ta marrin siç the ti për shembull. Po, ju tregova vajzave. Mund të ketë 2 telefona dhe një telefon ka pas për pushimet në Shqipëri, një telefon ka pas që fliste me atë. E mbajnë në shtëpi thua ti. Një shoqe që kisha unë, ajo kishte njohur një herë një djalë që rrinte në Angli, domethënë, po ai nuk ishte treguar asgjë asaj që ishte i lidhur andej. Edhe kishim bërë çdo gjë bashkë, në fund fare kur ky do ikte për në Angli është treguar që shiko se unë jam e martuar andej. Dhe kjo kishte thënë që, ore ti mirë që idiot që nuk ma tregove që je martuar, po si ka mundësi ose ka marrë asnjëherë në telefon. Dhe kjo ja bënte para se dile me ty, tha, e merja unë në telefon atë, flisnin që kishim për të folur. Ja. Mbylli mohabetit e sharonim dhe pastaj ta dile me ty. Imagjino, ajo vajza tha i kam rënë në shpull, tha edhe kam ikur. Pastaj dalim ne të çmendura, ne fillojmë edhe kemi paranoja, ne kemi te koka jon të gjitha, ne do shtrojmë psikiatri. Sara, më shumë. Po, më thuaj. Tani çfarë ndodhi pas ja çove screenshotin? Po, e fotos profilit. E besova përsëri unë, e besova. U shua çdo gjë, domethënë ishim shumë okay, vazhdonte gjithmonë me hapte telefonin, me kamerë më merrte akoma më shpesh. Edhe me kamerë. Po, edhe me kamerë, kishim kontakt çdo ditë. Mjetë madje më ka dhënë të fjalën shumë herë që shumë shpejt do mbaroj gjithçka, ne do jemi bashkë, do vish atje, do jemi shumë të lumtur dhe kjo më mbante shumë me shpresa. Këta nuk kanë cip. Këta ka një këngë. Nëse se unë nuk dua të jem kjo që gjithmonë kam diçka për të thënë dhe po kjo gjë është ulëret. Kjo ulëret. Si ulëret kur ti je? Okej, apo kur e do një njeri. Po jo kur e do. Tani ai ishte në një shtëpi me atë të huajën ky. Dhe merr çdo ditë në kamerë këtë? Tani kush ajo femër që pranon të merret në kamerë? Që nga fakti që një çun është totalisht kur është brenda me ty duket zemra ime. Duket, nuk ka nevojë. Mo e merrte në kamerë.
Ditë për ditë. Po Blerta janë promo, se ti se ke ide çka ka vërdall. Unë nuk dua të gjykoj, por një gocë që është inteligjente, mjaftueshëm, Po çfarë inteligjenca një ti kur bie dashuri kur ato ti ka emocionale. Po ç'a dashurie? O Blerta për të folë si tjetri me ty 24 orë, edhe ti të mendosh që ka një tjetër? Tjetër, po. Pse do ta mendosh këtë? Në rast të parë nuk u shua bota për çuna dhe këtë gjë, më falo, ose tani nuk u shua bota për meshkuj që ti të ngelesh tek ai që të thotë janë martuar për letra. Bota ka Blerta po plot. ka netet e ka qenë martu për letrat nolli o vlla, ti ishte jeta. Ti ke emision pa manual. Via rancë. Fal. E zot na ruaj. Fal. Sara ndjes. Vazhdojmë, se merrem me Miglin pas të marrën telefonatën. Sorry. Derisa, okay. Përshtonte çdo gjë super mirë. Një ditë më tha që do shkonte tek baby shower i shokut të tij të ngushtë. Unë e njihja shokun, kisha folur dhe më përpara me të, pra kisha kontakt. Po? Dhe kjo gjëja më bëni që mos të dyshoja më për këtë gjë, se okay, që se do kishte diçka të keqe nuk do ma thonte. Po. Sepse s'ka pse ta thot. Nuk sinqerisht nuk ka pse ta thot. Se Po? unë do ta merrja vesh gjithsesi, sa ai jetonte në Belgjik, ku do e merrja veshun? Në Shqipëri. Dhe siç dihet gjithmonë ne gocat prap stalkerojmë çdo gjë. Dhe hyn në profilin e shokut të tij. Në story, tani, shoh një konfetun që ishte inicialja e të dashurit tim dhe e grua që ai ishte martuar. Bravo. Prisin një fëmijë bashk. Prit, dhe poshtë, më e keq ai ishte emri i bebit, poshtë emrit këtyre. Po sot. Do me thënë, ata prisin një fëmijë të dy bashk. Dhe ndërkohë, gjatë gjithë këtyre muajve, fliste me ty në kamerë. Çdo ditë. Jo vetëm Ndoshta është dash fëmia për të marrë letrat. Ai ishte në lidhje me mua. Disa më habisin meshkujt tani. Ti e di që vajza e një të shokun tonë të ngushtë, një kërkim i vogël edhe do i gjente. Ato rrin vdek në të pa lidhje. Po ti si u ndjeve kur e pe këtë story, domethënë emocionalisht, se e di që është shumë e vështirë, e di. Si mund të ndihesha unë? Isha thjesht, nuk s'kisha fjalë, nuk ç'a t'i thoja, ç'a do i shkruaja? Asgjë. Nuk i shkruajte më fare? Jo, po ç'a t'i thoja? Po si u mbyll? Se shpjave herë me fare fist. A nuk i the, domethënë ç'është kjo foto, a i dhesh atë dash shpjegima, a diçka duhet kesh bërë gocën. Ato momente unë jam e sigurt se ti tani të ndryshoi toni i zërit, edhe kuptohet se është diçka që momente ti mpihesh dhe nuk është Ti mpihesh realisht. Ishte një moment që sinqerisht nuk shipe, në jetën time nuk e kisha menduar kurrë që do isha në një moment të tillë. Më kupton, unë në botën time isha shumë e lumtur me këtë njeriu dhe kisha një të ardhme. Ndërkohë që ky po bëj prind. E kupton? E di ç'është më e keqe? Që janë këto fjalët që dhe pak do mbaroj. Dhe pak do mbaroj ça? Shotania do lindi. Ço do mbaroj për pak? Nuk e di. Ishte sinqerisht një vit i çuar dëm me një njeri që mbante një lidhje paralele dhe për më tepër do bëj edhe prind. Nuk e di. E di se unë ndjeva komplet si një dështake, si thjesht rezervë. Se rezervë isha më të vërtetë. Shiko, mos e di që është shumë e vështirë, po nuk mendoj që ke qenë në momentin asnjëherë, domethënë mos i ashpër me veten tënde, se njerëzit ne nuk e zgjedhim për kë kemi ndjenja, ose në momentin që ke ndjenja ti e kupton që ke ndjenja për një mut, më fal për shprehjen, nuk ke më në kohë për ta stopuar. Thjesht ti nuk është se ke bërë diçka me koshiencë që ke hyrë të jesh një tret për të prishur një martesë apo një lidhje. Kështu që mundohu domethënë ta kalosh si gjë nëse mund thuhet. E dita më vret edhe sot, e kësaj dite më vret shumë fakti që pse duhet merrej me mua dhe të më kushtonte aq shumë kohë dhe rëndësi, kur ato tjetrën e donte kaq shumë sa të bëni një fëmijë bashkë. Kjo s'është e thënë se jo të gjithë çunat bëjnë fëmijë me goca që i duan me të vërtetë dhe duan kalojnë jetën. Një sekondë, po pse çuna ka që i kanë
degdisur rrugëve, edhe nuk e di, një e ka në Belgjik, një mund ta ketë Sa kudo. çuna kanë që e mbyllin nuk grunë në ka- shtëpi edhe dalin klubeve, edhe dalin me dashnore përdore. S'është vetëm klubeve. Po kudo, po e mora si shembull Grunë ka që- tek pallati lart dhe ulet me dashnoren poshtë të pallatit dhe pi kafen dhe kjo gjë është shumë normale sepse gratë pranojnë dhe unë prandaj ky është rast gratë tjetër. dhe vajzat. Po. Jo, ky është rast tjetër, Po, normalisht, kjo nuk është rasti të qenurit një tret, se ti nuk ke qenë Një tret me nuk është dashje, një marrëdhënie po. normale kjo gjëja, sepse ka shumë çuna që për të rregulluar të ardhmen e vet shkojnë dhe Po unë jam shumë Po, e dakord që kollovar. ajo që tha vajza vret, se ti realisht harxhon një vit e ca sa ishin bashk kohë edhe emocionalisht, Po, shpirtërisht me këtë personin dhe tani ne gocët kur lidhemi mendojmë për më gjatë, e kupton? Dhe në fund të del që do bëhet prind. Po e si kupton? s'ka një lloj Është- ndjesie më, domethënë, Sara, të shohësh një femër që ke përpara të çaja, ashtu dhe nuk ndjejnë asnjë gjë më dhe vazhdon e bën me një femër tjetër. Fare. Dhe e forta është që baby shower nuk bëhet muajin e parë të dytë, bëhet goxha më muajin e vonë. 8-9 baby showeri. Dhe imagjino që ai nëse do ishte Jo. kaq i vetëdijshëm, kaq tamam, do i thoshte ose do thoshte fare të kishte lënë si muhabet çfarë po totalisht. thoje, çfarë po thoje E Sara? kuptoni që ai kishte kontakt me mua dhe para se të shkonte tek baby showeri. O zot. Shikon, Do është vjell. Më thënë është të mëshme gjë për të shumë- vjell. Është, domethënë Nuk e këta di. Si jeti tani, domethënë, si ndjesh, si e ke besimin te meshkujt edhe si hasesh në raporte me meshkujt që me njeh. meshkujt jam keq sepse më ka thyer besimin tek çdo mashkull. Domethënë është shumë e vështirë që dikush ta ndryshojë këtë mendim. Se kam vuajtur shumë vërtet dhe vazhdoj akoma. Se është një gjë shumë e madhe kur e mendon. është si tradhtie dy fisht. a do Është më shumë se kaq, ai tjetri po priste fëmijë. O Sara, nëse kthehesh pas në kohë, unë kuptoj që me gjithë këto që ti ke kaluar nuk domethënë të ka dhembur shumë, po qa mësove nga kjo historia, qa nëzore, qa mësimi nëzore nga kjo? Domethënë, qa nuk do bëje prap, ose qa do ta ndaloje veten tënde së bëri, kur ti e shikon që po bie ndoshta në dashuri me njeriu që është i gabuar? Thjesht nuk duhet manipulohesh nga çunat, sepse nëse do isha me këtë mendje që jam tani, shumë gjëra janë gabim. Pra shumë gënjeshtra mund t'i kisha kapur që në fillim. Po tani Por- e sheh nga jashtë këtë gjën se ka kaluar. Po unë mendoj që Po. me vërtet kur jeni atë periudhë nuk e kupton dot, Jo, se thjesht të thjesht merr nuk e jo, të kupton. merr Unë kam një opinion Nuk e tërësisht kupton. ndryshe për këtë, mund ta ndajmë pasi ne ta mbyllim me Sarën. Nuk e di nëse keni ndonjë pyetje tjetër, se unë thash Jo, ne thjesht do të falenderojmë që ndave me ne, edhe që fokusohet- e tregonte për vajzat e tjera. Fokusohet e vetja jote tani dhe dhuroj vetes atë dashurinë që të kishte mbetur. Më thënë që po ja jepi njeriu të gabuar, thjesht mblidhe dhe jepja vetes tënde në një farë forme, sepse mendoj që e meriton më shumë se çdo njeri tjetër. Yes. Do të thoja që nëse ti njeh dikë tjetër dhe ju në një lidhje të re, mos hy me bagazhe edhe kjo, të po. mbartura nga lidhja më parshme, shikoj si një hyrje të re, sepse asnjëri nuk është njësoj dhe nuk do të thotë që do të ndodhi prapë çfarë të ndodhi. edhe kjo. Thjesht më konsciente dhe më prezente në gjërat që do hysh. Shumë faleminderit, jeni shumë të mira. Kemi shumë Thank gjatë. you. Faleminderit. Paci.